Mbledhja e paralajmëruar e Asamblesë së Partisë Socialiste tregon një angazhim të shtuar të strukturave drejtuese në këtë periudhë, veçanërisht në funksion të organizimit të brendshëm dhe përgatitjeve për proceset zgjedhore brenda partijake. Fakti që kjo mbledhje zhvillohet në fundjavë nënvizon rëndësinë që i kushtohet këtij momenti politik. Takimi do të mbahet në Durrës, një qytet me peshë jo vetëm ekonomike, por edhe politike, duke qenë shpesh mikpritës i aktiviteteve të rëndësishme të partive kryesore. Mbledhja pritet të nisë me fjalën hapse të Blendi Klosit, në cilësinë e sekretarit të përgjithshëm, i cili do të vendos theksin mbi organizimin dhe sfidat aktuale të partisë. Më pas drejtimin e mbledhjes do ta marrë Edi Rama, i cili pritet të japë orientim kryesor politik dhe strategjik. Duke u bazuar edhe në diskutimet e mëparshme në kryesinë e Partisë Socialiste, fokusi duhet të jetë tek forcimi i strukturave në terren dhe rritja e efikasitetit organizativ. Ky proces është veçanërisht i rëndësishëm në prag të zgjedhjeve të brendshme, të cilat shërbejnë për të konsoliduar leadershipin dhe për të përgatitur partinë për sfidat e ardhshme elektorale. Në këtë kuadër, mbledhja e Asamblesë mund të organizohet si një hap kyç në koordinimin dhe mobilizimin e të gjithë strukturave të Partisë Socialiste. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.